الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال ربنا جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit gjithësisë. Paqja lavdërimi I Tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Zoti Xhelle Xhelalu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, o ju që besuat, friksojeni Zotin sinqerisht dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë pra besimtar, dhe dije se fjala më e mirë është fjala e Zotit Kur'ani, dhe udhëzimi më I mirë dhe I përkryer është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të shëmtuara në fenë e Zotit janë shpiket që në humbja dhe humbja që në zjarr. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, kjo është dynjaja e interesave. Dhe njerëzit, përveç lidhjeve që I ka dhënë Zoti familjare dhe gjakut, ka dhe lidhje të ndryshme. Pra, e shikojnë njëri tjetrin në pikpamjet e tyre brenda interesave të tyre, qofshin ato interesa shpirtërore, morale, ekonomike, kështu me radhë. Dhe të gjithë të duan ashtu si duan ata, ose ashtu si të shikojnë ata. Mirë po Zoti në Kur'anin Kerim ka përmendur fjalën wa yuridullah dhe Allahu dëshiron. E ka përmendur këtë dhe për besimtarët dhe jo për besimtarët, pra ata që nuk besojnë, pra mohuesit. Dhe është e natyrshme që njeriu besimtari kur shkon diku të paraqitet për punë, apo paraqitet para varësit të tij, I shkon në mendje se çfarë do ai, ose si do të përgatitet. E ka CV-n e tij. Pra, në një farë mënyrë përgatitet. Si dali para punëdhënësit ose para pronarit të tij, ose para atij që do merret në pyetje. Kështu duhet ta shikoj dhe veten se çfarë dëshiron Allahu prej meje. Prandaj dhe Zoti thotë në Kur'anin Kerim, o ju që besuat, friksojeni Zotin sinqerisht dhe mos disni ndryshe vetëm të qenë musliman, pra të nënshtruar plot ndaj Zotit subhanahu wa taala. Prandaj Allahu thotë wa yuridullah. Dhe vullneti I Zotit është dy llojesh, dëshiron Allah, vullneti universal, pra ndodh ajo gjë që ka caktuar Allahu azza wa jall, edhe pse Zoti nuk e pëlqen, pra ndodh e mira dhe e keqja. Dhe ne nuk kemi në dorë të bëjmë asgjë në kuptimin e sa ajo ndodh, pra pasi ka caktuar. Dhe vullneti fetar ligjor që është ngarkuar besimtari mbi disa rregulla dhe detyrime. Kështu që besimtari urdhëresat e Allahut nuk I shikon si barr, por si urtësi, si drejtësi, si dobi, si mëshirë prej Zotit Xhelle Xhelalu që besimtari të arrijë kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Dhe nëse bëjmë këtë dallim midis asaj atë vullnetit që dëshiron Allahu për njerëzit dhe asaj që ai e lejon edhe pse nuk e dëshiron. Një shembull I thjeshtë është mësuesi I cili e përgatit mësimin për nxënësit e tij. Ai do që të gjithë ta kalojnë klasën, mos ngeli asnjë provim, por është I vetëdijshëm që është një pjesë e tyre që do të ngelin provim. Ai e lejon një gjë të tillë sepse ka vënë një kriter për të arritur suksesin, mëso. Duhet të mësosh. Duhet të përpiqesh ta kalosh provimin. Jo të japësh të drejtë vetes, të thyesh ligjet dhe rregullat e shkollës dhe pretendon se do kalosh shkollën. Jo, nuk e kalon klasën. Pra, unë si mësues e lejoj, por nuk e dëshiroj. E lejoj sepse kam vënë një rregull që është I pathyeshëm, është rregulli I drejtësisë mbi të gjithë krijesat e Allahut, mbi të gjithë nxënësit. Kush do të mësoj, do kaloj, kush nuk mëson, ngel në klasë. Prandaj duhet ta bëjmë këtë dallim. Allahu thot në Kur'anin Kerim, Allahu yuridu an yatuba aleikum, Zoti do që ju të pendoni, dhe Zoti e do këtë gjë që ju të pendoni. Prandaj bi kaderi me vullnetin e ligjit të Zotit shar'i, ti duhet bësh teuba tek Allahu që të shlyhen gjunahet, të afrohesh tek Zoti.
dhe të bëhesh prej banorëve të xhenetit, dhe nëse bëhesh arrogant dhe mendje madh, Allahu nuk e dëshiron gjë të tillë, por e lejon se ti e ke zgjedhur kufrin, edhe pse Zoti nuk e do kufrin. Prandaj, nderuar vëllezër dhe motra, duhet të bëjmë dallimin e asaj që dëshiron Allahu xhelle xhelalu, asaj që kërkon Zoti prej robëve të tij, dhe asaj që e lejon Zoti me urtësinë e tij që të bëjë dallimin midis atyre që e zgjedhin rrugën e drejtë, pasi u është treguar e vërteta, dhe atyre që e zgjedhin rrugën e shtramur me dije, pasi u është treguar e vërteta. Prandaj dhe Zoti thotë në Kur'anin Kerim kur flet për muajin e Ramazanit: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Deri në fund ajetit muaji Ramazanit, cilin zbriti Kur'ani si shkoqitës dhe dallues midis vërtetës dhe pavërtetës, deri ke fjala e Zotit, ai që është udhëtar apo që është moshë e thyer, kështu çfarë thotë në fund fare? Yuridu Allahu bikumul yusr. Pra o udhëtar, o ti i smur, o ti plak i thyer në moshë, Allahu dëshiron për ju lehtësimin. Wala yuridu bikumul usr, dhe nuk dëshiron për juve vështirësinë. Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah, kështu që ti plotësoni ditët dhe ta madhroni Zotin subhanahu wa taala. Allahu dëshiron për ju udhëzimin që dhe ju të jeni falënderues. Pra, e ka bërë të qartë Zoti se çfarë dëshiron për robërit e tij. Edhe pse kalojnë në vështirësi në adhurime, apo je udhëtar, apo je i smur, apo për shkak të moshës ti nuk agjeron dot, Allahu dëshiron për ty lehtësimin. Zgjidhe lehtësimin Allahut azza wa jall. Merre lehtësimin e Zotit subhanahu wa taala. Nëse je udhëtar, nëse je i smur, nëse je i thyer në moshë, Allahu ta ka kompensuar atë me ditë të tjera. Nëse nuk mundesh, me kompensim në para. Pra, kjo është vullneti i Zotit në mënyrë të drejtë për drejtë, që dëshiron për robët e tij që ata të pendohen, që ata të kenë lehtësim, që ata të afrohen tek Allahu. Ka të tjerë që zgjedhin të kundërtën. Atëherë Zoti e lejon, por nuk e dëshiron një gjë për robët e tij. Thot Imam Ibn Kathiri rahimahullahu taala, ky ajet është një argument nga argumentet më të mëdha që shariati islam është ndërtuar mbi lehtësimin dhe largimin e vështirësive. Prandaj rregulli juridik thot al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, pra që do thot ndryshe vështirësia sjell lehtësimin. Kështu që për atë që nuk ka mundësi ujë merr tayemmum, për atë që është i smur mund të falet ulur, për atë që është udhëtar bashkon namazet dhe i shkurton, për atë që është i smur në agjerim apo është udhëtar mund të aprishë agjerimin. Të gjitha këto yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Zoti do për juve lehtësimin dhe nuk do për juve vështirësinë. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot innal dine yusr, feja është lehtësi, feja është lehtësi. Wala yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Feja është e lehtë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Askush nuk e tepron fe apo shtrëngohet fe apo tregohet ekstremist në fe, ajo do ta mundi atë. Feja e Zotit me lehtësimin e saj, me mëshirën e saj do ta mundi atë. Prandaj ndiqni rrugën e drejtë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Përpiquni t'i afroni, t'i bëni gjërat sa mundeni, t'i përsoseni sa mundeni dhe gëzojeni njerëzit dhe mos vështirësoni. Pra hadithi nuk në kupton këtu neglizhencë në fe, por ndalimin nga teprimi në fenë e Zotit, e cila e bën atë të urryer. Pra, Allahu dëshiron që t'ju sqaroj juve rrugën o besimtar dhe mos të dilni nga rruga e Zotit xhelle xhelaluhu. Po ashtu Allahu dëshiron në këtë ajet kuranor udhëzimin, pendimin, lehtësimin. Wallahu yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum wa yatuba alaykum. Allahu dëshiron t'ju sqaroj se dhe t'ju udhëzoj në rrugën e atyre që ishin para jush dhe t'ju pranoj pendimin. Ai është i gjithdijshëm i urtë. Allahu dëshiron t'ju pranoj pendimin tuaj. Wa yuridu Allahu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Zoti do që ju të pendoheni, kurse ata që ju shikojnë për interesat e tyre, kushdo qofshin, duan që ju të devijoni nga rruga e Allahut azza wa jall. Ata që ndjekin e epshet dhe egot e tyre duan që ju të devijoni. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Zoti do lehtësim për ju. Wa khuliqa al-insanu da'ifa, dhe njeriu është krijuar i dobët. Dëshiron udhëzim, dëshiron pendim, dëshiron lehtësim. Kjo është feja e Zotit subhanahu wa taala. Kurse ata që duan diçka tjetër, që të shohin ndryshe nga të tjerët, që të shohin për interesin e tyre, për çdo lloj interesi, edhe në qoftë i lejuar, ai ka projektin e tij me ty, edhe nana për fëmijën e vet,
edhe vllai për vllajin, motra për kështu me radhë. Kurse Allahu do për besimtarët e tij, nëpërmjet lehtësimeve, nëpërmjet pendimit, nëpërmjet afrimit, nëpërmjet udhëzimit, do xhenetin për besimtarët e tij. Kështu që lumë për ata njerëz që zgjedhin lehtësimin e Allahut azza wa xal dhe e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu dëshiron t'ju pastrojë besimtar. Kur flet për rregullat e abdesit, për tejemumin e kështu me radhë, kur janë udhëtar, ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. O ju që besua, kur të ngrini për të falë namazin, e lani fytyrët tuaj, brulat tuaj, fërkoni kokat tuaj deri, kështu që Zoti deri në fund ajetit dëshiron për juve çfarë? Që mos ju vërë në vështirësi. Ai dëshiron për juve që t'ju pastroj. Ai dëshiron për juve që të plotësojë mbi ju mirësitë e tij, dhuntitë e tij, që ju t'jeni falënderues. Pra, ajeti këtu është i drejtë për drejtë. Pra, si thot Zoti, që merrni abdes, por edhe gjatë këtyre abdesit dhe shpjecimeve që kemi në udhtim, juve keni lehtësim prej Zotit tuaj. Që Zoti t'ju pastroj, që Zoti t'ju pastroj fizikisht, pra të jeni të pastër në adhurimin tuaj. Është tahuru shatrul iman, pastërtia është gjysma e besimit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si thot Sahih Muslim, t'ju pastroj juve o vëllezër dhe nga kush? Dhe nga mëkatet dhe gjunahet. Prandaj dhe Zoti xhelle xhelalu nëpërmjet adhurimeve të caktuara i pastron robët e tij nga gjunahet. Prandaj dhe pejgamberi thot idha tawadda al-abdul muslim, kur muslimani merr abdes, thot fa ghasala wajhahu, dhe lan fytyrën e tij, dhe ajo që rrjedh kur e lan fytyrën e tij, nga çdo pikuj që rrjedh pastron fytyrën e tij, thot pastrohet nga mëkati. Dhe kur lan duart e tij, dhe ajo pastrohet nga mëkati, dhe kur lan këmbët e tij, dhe ajo pastrohet nga mëkati, derisa nuk ka asnjë mëkat. Pra, edhe abdesi që ka urtësinë e tij, kur ti lash dhe pastrohesh për të qenë i pastër dhe i rregullt namaz, çdo gjymtyrë që lahet pastrohet nga mëkatet. Dhe kjo është rahmeti, mëshira e Zotit subhanahu wa taala. Mëkati i dorës, mëkati i gojës, mëkati i syrit, mëkati i gjymtyrëve, derisa robi i Zotit deli i pastër tek Allahu azza wa xal. Dhe kjo është mirësia e Allahut. Është e treta pastrimi i zemrës. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Është pastruar ai, është ka shpëtuar ai që e pastron atë zemrën e tij. Dhe ka humbur ai i cili bën pis zemrën e tij. E thot Imam Ibn Qayyim, smundjet e zemrës janë më të rrezikshme se smundjet e trupit. Trupi mund të vdes një herë, por zemra mund të vdes ndërsa njeriu vazhdon të ecë mbi tokë. Zemrën e vret mendimallësia dhe Zoti e pastron. Zilia, hipokrizia, urrëtia, lakmia, dashuria e tepruar për dynjan, të gjitha këto janë smundjet e zemrës. Ato e vrasin njeriu edhe pse ecën në tokë. Ai nuk gjen rehati, nuk gjen qetësi, nuk gjen për ulje, nuk gjen shpëtim, derisi të shkatërroj njerëzit e tjerë me urrëtin e tij, me zilinë e tij, me smirën e tij, me zemërimin e tij. Prandaj lumë ata që i paraqiten Zotit atë ditë me zemrën e pastër. Pse të gjitha këto? Ta thot Zoti në Kur'anin Kerim, "Wal yutimma ni'matahu alaykum", dhe që t'ju plotësoj mirësinë e tij ndaj jush. Prandaj të gjithë kanë interesat e tyre kundrejt palëve, kundrejt njëri tjetrit. Allahu nuk ka nevojë për robët e tij, as për adhurimin e tyre, as për namazin e tyre, as për pasurinë e tyre, as për famën e tyre, as për zakatin e tyre, as për haxhin e tyre. Të gjithë njerëzit janë ata që kanë nevojë për Zotin e tyre subhanahu wa taala. Prandaj dhe Allahu tha: "El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati." Sot e përsosa fen tuaj për ju dhe plotësova mbi ju dhuntin time. Pas ka nevojë Zoti për ju. Nuk i shkojnë Allahut azza wa xal as veprat e juaja, as punët e juaja, sepse nuk ka nevojë. Nëse në të nuk ka sinqeritet, thot Imam Ibn Kathiri, nuk ka begati më të madhe që Allahu i ka dhënë këtij ummeti se sa Islami. Me Islamin e vëllezër shërohesh, me Islamin udhëzohesh, me Islamin ndriçohesh, me Islamin forcohesh, me Islamin pastrohesh, me Islamin korrigjohesh, me Islamin shpëton njeriu. Me Islamin njeriu ditë bëj dallimin e mirë midis veprave, sjelljeve, qëllimeve, objektivave. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot innal a'malu binniyat, veprat janë sipas qëllimit. Prandaj çdo besimtar dhe besimtare
duhet i friksohet Zotit subhanahu wa taala, prandaj dhe Zoti e do pendimin nga robët e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu jalla jalaluhu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad dallahu fi ardin falat. Allahu gëzohet më shumë për pendimin e robit tij se sa njëri për jush që e gjen deven e humbur mes shkretirës. Imagjinohet të humbi mjeti mes shkretirës, as uj, i raskapitur, i lodhur, i vdekur, gjysmë i gjallë, gjysmë i vdekur. Në deven tënde ke ujin, ke ushimin, ke çadrën që do vije. Në momenti që e gjeni, imagjinoj qa gëzimi, sepse erdhi jeta, erdhi shpëtimi. Pra ishe në buzë greminës vdekjes. Allahu është më i gëzuar, më shumë i gëzuar për robin e vetë kur pendohet. Prandaj, o vëllezër dhe motra, ky krahasim i bukur që na jep pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na mëson se si neve të gjejmë veten edhe kur gabojmë. Zoti do për ne lehtësimin, Zoti do për neve udhëzimin, Zoti do për neve pastrimin, Zoti do për neve pendimin. Kështu që Hasan el-Basri rahimahullahu taala thot, Allahu nuk i urdhoi robët e tij me diçka sepse ai ka nevojë për ta, por sepse ata kanë nevojë për Zotin e tyre. Kështu që besimtari nuk e shikon detyrimin dhe adhurimet e Zotit si barr apo vështirësi, por i shikon ato si mjet shpëtimi në dynja dhe në ahiret. Yuridu Allahu bikumul yusr, yuridu Allahu an yukhaffifa alaykum, walakin yuridu liyutahhirakum. Allahu dëshiron që t'u lehtësoj, Allahu dëshiron që të mos t'ju vërë në vështirësi, Allahu dëshiron që t'ju pastroj, Allahu dëshiron që ju të pendojni. Të gjitha këto vëllezër janë rahmeti mëshira Zotit për robët e tij, kush e kupton. Elusim Allah në i falë gjuna dhe gabimet. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pjesa e para e hutbes ishte çfarë dëshiron Allahu për besimtarët e tij. Dhe pjesa e dytë e hutbes ka të bëjë me njëjtën fjalë, wa yuridu Allah, çfarë dëshiron Allahu për ata të cilët e refuzojnë me vetdije të vërtetën e Zotit subhanahu wa taala. E kundërshtojnë hapur Kur'anin dhe profetin alayhi salatu wassalam. E zgjedhin hapur rrugën e tyre të gabuar. Edhe pse Allahu azza wa jall nuk e do të keqen. Dhe pse ata nuk kanë të drejtë justifikohen, po të donte Zoti unë isha bërë besimtar. Allahu e lejon një fenomen të keq, por nuk e do atë. Dhe tham ka dallim midis asaj që dëshiron Allahu, midis asaj që zgjedh ti, dhe midis asaj që Zoti ka përcaktuar me ligjin e tij që nuk duhet ta bëni, sepse ndryshe juve mbani përgjegjësi për veprat e gabuara. Prandaj ti je i lirë të zgjedhësh. Inna hadaynahu sabila ima shakiran wa ima kafura. Ne i treguam njeriu të dyja rrugët, ose falendërues ose mohues. Pra është shumë e thjeshtë vëllezër, të thotë dikush, nëse kalon nga kjo rruga e ke të lehtë shkosh tek destinacioni jot. Nëse kalon kjo rruga tjetër, dije se atje ka hajdut, ka kriminal, mundet ta humbësh jetën. Ky zgjedh vështirën, nuk e ka faj njëri. Pra ti në vetvete je e urren që i zgjodhi rrugën e gabuar, por ai e ka zgjedhur atë me dëshirën e tij. Pra në një farë mënyre ti nuk ke mundësi ta pengosh atë, kurse Allahu azza wa jall nuk funksionon me Zotin kjo gjë vëllezër. Prandaj Allahu thotë në Kur'anin Kerim, in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Nëse ju mohoni, dijeni se Allah nuk ka nevojë për ju. Ai nuk e pëlqen mosbesimin për robët e tij, pra kufrin, mohimin, por nëse falenderoni dhe besoni, ai është i kënaqur me ju për këtë, pra për zgjedhjen që keni bërë. Analiza e këtij ajeti o vëllezër, është se argumentet kuranore tregojnë se Allah nuk e do dhe nuk e pëlqen kufrin, edhe pse lejon të ndodhi atë, jo sepse do të keqen për robët e tij, po se ka përcaktuar me ligjin, me shariatin, me ligjet në tokë, që ku zgjedh rrugën e mirë ka shpërblimin dhe ku zgjedh rrugën e keqe ka ndëshkimin. Prandaj dhe Zoti nuk ndryshon rregullat e tij që ka vendosur për robët e tij sipas tekave dhe dëshirave të njerëzve. Kështu që thot Imam Ibn Kathiri, Allahu nuk urdhëron për kufër dhe nuk e pëlqen atë për robërit e tij, përkundërsa i urdhon për besim dhe as zbukuron atë besimin në zemrat e besimtarëve dhe nxit drejt tij. Kështu që besimtari dhe fisniku
do që të ndjeki rrugën e Zotit subhanahu wa taala, kurse ata të cilët thot Allahu ndjekin egot dhe epshit e tyre, duan të zgjedhin mohimin. Prandaj Allahu thot: "Wallahu yuridu an yatuba aleikum", Zoti do pendimin për ju, robët e Zotit. Do xhenetin për ju. Pra mos zgjidh të gabuarën, sepse ti je i vetëdijshëm për atë që po bën. Kështu që askush nuk ka drejt të thotë që po pse un jam qafir, sepse Allahu thot në Kur'ani, më thot pejgamberi sa se fani, in Allah yabsutu yadahu bil layli yatubu musii'in nahar. Allahu azza wa jalla zgjat dorën e tij natën, që të pendohet ai që ka bërë mëkate dhe zullume ditën. Dhe zgjat dorën e tij ditën që të pendohet ai që ka bërë mëkate dhe zullume natën. Derisa të perëndoj dilindi dielli nga perëndimi. Ta ka lënë Allahu derën e teubës hapur deri në momentin që mos prit perëndimin e diellit se sa arrin dot, por prit perëndimin e shpirtit, teubës, para se të vdesësh dhe akoma si e përgatitur të dalësh para Zotit subhanahu wa taala. Wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan 'azima, kurse ata të cilët ndjekin ego dhe epshit e tyre, grupet e interesit, kushdo qofshin, duan që ju të devijoni me një devijim të madh. Kështu që ata duan t'ju kenë si vetja. Duan t'jeni si ata, mohues, gënjeshtar, korruptuar, të dredharak, të fliqur, të degraduar, të degeneruar, njerëz që s'kan as din, as iman, as moral. Le ta zgjedhin besimtarët të cilën rrugë duan. Duan rrugën që do Zoti dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, apo duan rrugën që kanë zgjedhur vetë dhe grupet e interesit që devijojnë njerëzit. Kështu që Allahu dëshiron pendimin tuaj, kurse ata që devijojnë duan të shmangin nga rruga e Zotit subhanahu wa taala. Thot Imam Sa'di rahimullah, çdo njeri që fton në mëkat, bidat dhe mosbindje, hyn në këtë përshkrim sipas masës dhe thirrjes, ai sa ka masën dhe gabimin dhe gjunah. Kështu që kur mëkati paraqitet si liri, dhe kur turpi paraqitet si paprambetje, dhe kur bindja ndaj Allahut paraqitet si kufizim, po pse tash do kufizohemi ne? Ne po se shijum jetën tash i rini, çka ka që merr robi çik me drogë. Më fani vëllezër, pse të ke dhe ca të dashurën, s'po përdor termin tjetër. Tash ne trinj jemi. Na duam këto gjëra, pak alkol, do vdesim mos i provojmë ne këto. Mirë për këta njerëz. Mirë për këta miskin, këta miskinë vëllezër. Pse janë miskin, këta janë viktime e egos tyre të ulët njerëzore. Këta e vetme gjë që duan është që të ngopin ego nefsin e tyre, po sa ka menduar kurrë ndonjëherë që mund vije xheli prikërisht aty duke bërë kurvri. Duke bërë rishfet, duke vrarë njerëzit, duke mashtruar njerëzit. Imagjinoje ça përfundimi fliqur i turpshëm mund të jetë ky. Dhe imagjinoje veten duke bërë tavaf, duke qenë sejdë, duke bërë dhikr, duke bërë teube, duke bërë istighfar, duke ndihmuar njerëzit, duke mësuar njerëzit, pashallahu, me lajket Allahut çajin për këta njerëz. Kurse për atë të tjerë duar të rokasin me lajket e qiellit dhe tokës, shqyr një zullumqar më pak, një fasetxhi më pak në këtë dynja që prish dynjan dhe njerëzit. Prandaj vëllezër dhe motra, le të friksohemi në Zotin xhelle xhelalu, mos bëjmë shaka me xhenetin ton, me zjarrin e xhenemit, me pretendimin se çuniria, mirë ke ti hoç, ti mirë ke, po se dolim dot. Ne gabim do ta bëjmë. Shumë mirë e bën gabimin, po gjej rrugën e teubes. Mos e përsërit gabimin, mos e fliq veten. Mos e shiko Allahun të vogël në zemrën tënde. Mos shiko se sa është gjuna, po shiko se para kujt me bën gjunahun. Sepse nuk e ke ti në dorë këtë punë. Nuk të pyet ty njeriu se kur të vjen xheli. Nuk të pyesi me lajket e Allahut kur vjen ta marrin shpirtin se kush je, se çfarë moshë ke, se çfarë pozite ke. Wa idha jaa ajalum la yakhrin kuntum ta'lamun. Nëse vjen xheli nuk e vononi dot. O hum la yufarritun, dhe kur e marrin shpirtin nuk neglizhojnë, thot Allahu azza wa jall. Çka këta që janë kaq sigurt kur bëjnë gjuna dhe zullume? Sikur janë pa prekshëm këta. Se nuk u vjen xheli Zotit këtyre. Pra e çuditshme vëllezër me këta njerëz. Guximi i madh valla. Guximi i madh pasha Zotin azza wa jall. Treja nga 13, 14, 15, 20 vjeç, 30 vjeç, 60 vjeç, se kanë për turp fare mëkatet dhe gjunahun. Ta provojnë një herë thon. Dhe kur vjen xheli Allahut azza wa jall papritur, atyre kupton edhe prindi, edhe ai gjunafqari që ju kam thënë më përpara që i vije gjithë skena e jetës përpara syve në moment. Kur e dëgjon atë atje, aparatin pip, 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 ndihmojeni, erdhi xheli. S'ka fuqime. Tunë dhe shkun mjeku nuk bën dot gjë më. Aty të vinë gjithë gjunat përpara vetes, ajo të dalin gjithë zullumet.
Gjithë lutjet atyre nanave që kjo hyrën hak, fëmijëve tyre për para vetes dalin. Dhe aty pastaj s'të ndihmon dot askush. Dhe përpiqen ata të shpëtojnë, thotë erdhi e xheli, nuk ka më, nuk shpëton dot më. Por njerëzit nuk e mendojnë kurrë këtë moment. I nuk e di pse ndjehen kaq sigurt të vëllezër dhe motra, dhe ndjehen arrogant ndaj Zotit. Ulaika alladhina lam yuridu Allahu an yutahhira qulubahum. Lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Pikërisht këta lloj njerëzish që zgjedhin mëkatin edhe momentet vështira të jetës tyre, Allahu thot, pikërisht ata janë ata që Allah nuk ka dashur të pastrojë zemrat e tyre. Por për këta ka poshtrim dynja dhe ndëshkim të madh në ahiret të Zotit xhele xhelal. E dëgjuan vërtetën dhe e njohuan. E njohun atë dhe pështyn mbi të. E refuzuan me vetdije dhe shtrëmëruan. I dhanë të drejtë vetes tyre për të interpretuar dhe për ta lehtësuar gjunahun dhe zullumin vetes tyre. Edhe kështu pra, falamma zagu, kushti Allahut azza wa jall me ata që tallen me madhështinë e Zotit, dhe kur ata shmangën zemrën e tyre, pra e pin kufrin e tyre, e shijuan haramin e tyre, e ndjen se është halal, e ndjen Zotin të vogël në zemrat e tyre, falamma zagu, kur ata shmangën zemrën e tyre, e zaga Allahu kulubahum, Zoti shmangon zemrat e tyre. Ti zgjodhe kufrin, ti zgjodhe mëkatin, ti zgjodhe haramin, ti zgjodhe kurvrin, ti zgjodhe rishfetin, ti zgjodhe zullumin, ti zgjodhe padrejtësinë, e pe Zotin të vogël në zemrën tënde, e kënaqe shpirtin tënd dhe zemrën tënde me haramin, e bëre halal. Falamma zagu, dhe Zoti nuk e udhëzon atë zemër që e mbyll dritën Allahut azza wa jall dhe me dëshirë e vepron kufrin dhe mëkatin, dhe kur ata thot e shmangën zemrën e tyre nga vërteta dhe Allahu shmangon zemrat e tyre. O Allah, na ruaj zemrat tona nga kufri. O Zot, na ruaj zemrat tona nga devijimi. O Allah, na ruaj zemrat tona nga shirku. O Zot, na ruaj zemrat tona nga harami. O Zot, na ruaj zemrat tona nga dyshimet. O Zot, na ruaj zemrat tona nga shpifjet. O Zot, na ruaj zemrat tona nga rishfeti. O Zot, mos na zbukuro harami, po na zbukuro halalin. O Zot, na bëj të pavarur nga njerëzit. E lutim Allahun të i falë gjunat dhe gabimet dhe na forcojnë fen e tij. Prandaj dhe Zoti xhelle xhelalu thot në Kur'anin Kerim që njerëzit mos mashtrohen. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Shkaqet që i nxisin njerëzit drejt devijimit dhe kufrit dhe gjunave. Pse i bën krahasime me vëllezërin e tij? Direkt thotë shiko, filani ka para. Çuni filanit ka pasuri. Ky tjetri ka bërë famë vëlla. Tjerë, mirë po, ai nuk i arrin dot ato. Dhe zgjedh rrugën e shkutër, haramin, drogën, rishfetin, kurvërin, prostitucionin, devijimet, të gjitha i zgjedh. Dhe Allahu thotë fela tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Mos të pëlqej ty Muhammed, mos u mahnit o Muhammed me pasurinë dhe fëmijët e tyre. Inma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Mos u mahnit o Muhammed nga pasuria e tyre, as nga fëmijët e tyre. Allahu dëshiron që me to të sprovojnë dynja dhe të ndëshkojnë në këtë dynja, dhe shpirtet e tyre të dalin duke qenë jo besimtar. Pse o vëllezër do Zoti këtë? Faktikisht Allahu nuk e do kufrin as kujt. Po kur ata bën një zgjedhje midis dritës dhe errësirës, me të vërtetës dhe të pavërtetës, halallit dhe haramit, mohimit dhe besimit, Allahu i mbylli ato zemra njëherë për gjithmonë dhe i la në zullumin e tyre derisa të shkatërrohen. Pse? Se ata e pan të madhe edhe u kënaqën me haramin dhe e pan të vogël madhështinë e Zotit. Dhe kush madhëron kufrin, haramin, shirkun, zullumin në zemrën e tij, Allahu e shtrydh atë zemër, e nxin atë zemër. Dhe nuk ja hap zemrën besimtarit që të pendohet, të afrohet tek Allahu, të përulet tek Allahu, të përkujtojë Zotin, të friksohet, të pendohet, të ketë frikë, respekt, dashuri për Allahun subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër dhe motra, kujdes se kjo lloj porte e quhet në fe istidraj. Kujdes ata njerëz që lexojnë veten haramin. Kujdes ata njerëz që lexojnë vetes alkoolin një herë, dy herë, drogën, ashashin, kurvërin, të dashurat e tjera me radhë, rishfetin, kujdes. Kujdes se pash Allahun azza wa jall, mos e shikoni Zotin, ula tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Mos e shikoni Zotin se të pavëmendshëm nga ata që punojnë zullumqtarët. Jo, Allah është shumë i vëmendshëm. Wallahi është shumë i vëmendshëm. Sa herë që ti flet, që ti përqesh, që ti tall, që ti vjedh, që ti bën shvet, që ti bën çdo gjë, shkruajnë ata. I ke njërin majtës e njërin djathtas. E ke të dy, shkruajnë ata. Ata nuk harrojnë.
dhe vjen ajo pala tjetër, kur vjen fundi dhe vjen e gjeli, fahum la yufarritun, dhe ata thot Allahut kur të marrin shpirtin nuk neglizhojnë fare. Prandaj lutim Allahun na përfshin rahmetin e tij. Lutim Allahun mos na shmangë zemrat tona. Prandaj dhe i dashuri i zemrës pejgamberit është ja muqallibal qulub, ja musarrifal qulub. O ti që i rretullon dhe ndryshon zemrat. Rretulloj zemrat tona nga feja jote, nga besimi yt, nga rruga e pejgamberit tënd alayhi salatu wasalam. O Zot, na zbukuro imanin në zemrat tona. O Zot, na zbukuro Kur'anin në zemrat tona. O Zot, na zbukuro halalin në zemrat tona. O Zot, na shëmto kufrin dhe shirkun dhe degenerimin në zemrat tona. O Zot, bëj largim prej neje siç është linja me perëndimin nga haramet dhe gjunat. O Zot, na forco në fen tënde. O Zot, na forco në fen tënde. O Zot, na ruaj djem dhe vajzat tona. O Allah, na ruaj djem dhe vajzat tona. O Zot, na ruaj djem dhe vajzat tona. O Zot, na ruaj bashortet tona, nënat tona. O Zot, udhëzoje në fen tënde. O Allah, ruaj vëllezërit e motrat tona muslimanë dhe muslimane kudo që ndodhen. O Allah, ruaj ata në Palestinë. O Zot, zbrit rahmetin tënd mbi besimtarët dhe vëllezërit e motrat tona në Palestinë. O Zot, zbrit rahmetin tënd, mitoren tënde, mëshirën tënde vëllezërit e motrat tona në Palestinë, Sudan, Yemen, kudo që ndodhen ya Rabbel Alamin. O Zot, shlyej gjunat tona, o Zot, shlyej borxhet tona. O Zot, na bëj të pavarur nga njerëzit. O Zot, na ndihmo me duan e pejgamberit, Allahumma kfina bi halalika an haramik. O Zot, na mjafton me halalin tënd, larg haramit, waqnina min fadlika an siwak, dhe na ndihmo, na bëj të pavarur nga njerëzit ya Rabbel Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lusim Allah në përfshin rahmetin e tij dhe çoni salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ditë xhumaja që është. Walhamdulillah, sallallahu ala rasulina.